Dhjetor në ditën e rinisë do të flasim gjatë sot në ditarin e pasdites për këtë lëvizje, por edhe në aspekte të tjera. Do të flasim edhe për të rinjt edhe të dhunshëm sot. Me mua është Junita Punari, psikologe, që më bashkohet për të ndarë një bisedë. Junit, falenderoj që je me mua në studio. Faleminderit ju për ftesën. Ditë e rinisë 8 dhjetori, por ne flasim për një shqetësim të brezit të ri, të adoleshentëve kryesisht, marrë shkas edhe nga rasti i javës së shkuar, ku pas një sheri me adoleshent u plagos një 15 vjeçar me thik që ndroi për disa ditë, por nuk ja doli. Pra një vrasje sërish që trondit brezin e ri në këtë vend. Nuk po na ndalin ngjarjet e rënda. Ne kemi biseduar disa herë bashk, por nga një ngjarje në tjetrën nuk kemi asnjë lloj frenimi, le të themi, të dhunës në adoleshencë. Në fakt, pandi është për të ardhur keq që kemi këto numra dhe këto që nuk mbeten vetëm në nivel statistikash në fakt, por mbi të gjitha kemi të bëjmë me fëmijë dhe adoleshentë që i humbet jeta, pra i ndalet jeta në mes. Dhe kjo dukshmërisht është një shoqëri e cila po gëlon, ka një frym lëngate, që i duket vetëm icebergu, pra këto rastet e vrasjeve janë rastet e icebergut, ku do me thënë shkon individi deri në humbjen e jetës, por kemi pa fund edhe veprat e tjera penale që kryhen nga kjo grup mosh, pra nga grup mosha e adoleshentëve, të cilat mund të preventohen dhe mos të shkojmë deri këtu ku kemi arritur në ditët e sotme. Para disa ditësh ne kishim statistika të frikshme në kronikën e kolegut Tiglit Çelmeta, 110 raste konfliktesh vetëm në Tiranë gjatë këtij viti 2025-s. Dhe e them ndryshe, në çdo 3 ditë në policinë e Tiranës kemi një denoncim për shere, konflikte mes adoleshentësh, mes të rinjsh, dhe prevalon shumë dhe rastet e moshës edhe 10 vjeç. Pra kemi një ulje të moshës së fëmijëve që po konfliktuohen me njëri tjetrin. Është në fakt, po, edhe unë i kam ndjekur këto statistikat tuajat, është problematik shumë e madhe sepse prindrit turën vrap drejt punëve, drejt gjërave, e humbasin komunikimin e hapur të drejt për drejt me fëmijët e tyre dhe nuk kalojnë kohë cilësore, ndërkohë që instancat e tjera, siç mund të jenë shkolla, psikologu i shkollës, nuk funksionojnë në mënyrë të vërtet ashtu siç duhet bërë puna, por në mënyrë fiktive, dhe sikur të funksionojë vërtet një psikolog shkolle nuk ja del dot me 500 nxënës të bëjnë sensibilizim në për klasë, të bëjnë seanca individuale, dhe gjithashtu kemi numër të pakët të psikologëve në komunitete, pra në qendrat komunitare. Duhet kemi një shtim që neve të kemi mundësi dhe të preventojmë si shoqëri pikërisht këto lloj fenomenesh. Dhe referuar këtyre statistikave, janë 180 të mitur të proceduar penalisht në kryeqytet, vetëm për këtë vit, 20 prej tyre të arrestuar, 150 fëmijë të dëmtuar fizikisht, pra janë shifra alarmante. Po, pandi. Dhe ka dhe nga ata që duke folur drejt për drejt janë ekspert arsimit, po i krahasojnë fëmijët që në çantën e tyre nuk po mbajnë më librin sot, por po mbajnë një thik apo një armë të ftohtë për të konfliktuar duke shkuar në shkollë, duke dalë nga shtëpia. Pra pse po bëhemi një shoqëri nga dita në ditë më e dhunshme? Më e dhunshme sepse fëmijët në fakt kur marrin atë mjetin le themi një thik apo një biçak apo një brisk e marrin sepse duan të adresojnë një pasiguri të tyre. Pra është një shoqëri që fëmijët dhe adoleshentët nuk po ndjehen të sigurt për të vajtur në shkollë. Pra po adresojnë, po japin vetë zgjidhje sepse as prindërit ndoshta nuk janë fare në komunikim të përditshëm për të parë nëse fëmia është bullizuar, nëse fëmia është kërcënuar, dhe ai po përpiqet të gjejë një zgjidhje të adresojë situatën të cilës i ka rënë përpjesë. A është fajtore dhe shkolla në këtë pjesë, duhet të them fajtore, duhet të ndaj një informacion që unë nuk e kam 100% sigurt, por më raportojnë që ka shkolla që nuk i raportojnë incidentet për të mos i dalë nami i keq shkollës. Për këtë nuk kam një informacion të sigurt as unë, nuk është diçka e mirë që të fshehesh faktet, por çështja është që ti analizosh dhe të kesh mundësi të ndërhysh në kohë. Kjo është e vërtet, por nena janë bërë shumë raste dhe ngjarja më e rëndës është e javës së shkuar në Durrës. Pse duhet të flasim ne
për vrasjet, për ngjarjet e rënda, çfarë mesazhi përcjellim tek ata që na dëgjojnë dhe na shikojnë? Pavarësisht se janë të rënda, mund të sjellin edhe ngarkesë emocionale, po pse ne duhet të flasim për këto ngjarje? Duhet të flasim sepse shifrat janë që domethënë ka ndodhur dhe çdo televizion dhe çdo media do vazhdoj me fushën e përgjegjësisë vet, do japi kronikën e zezë, do japi lajmin e ndodhur, kësaj media do pasqyroj atë që është duke ndodhur në të vërtetë. Por nga ana tjetër duhet parë edhe mënyra se si transmetohet, sepse kjo mund të ndikojë shumë adoleshentit në modelim dhe në një perceptim. Nëse japim shumë detaje se si është zhvilluar krimi dhe vrasja, ne jemi duke i dhënë një model atij adoleshenti që në konfliktin tjetër që ai nuk e ka adresuar siç duhet pandi, do të marri dhe do të bëjë të njëjtin krim siç mund të ketë ndodhur në rastet paraprake. Pra duhet jemi shumë të kujdesshëm në mënyrën se si e artikulojmë fjalën në momentet kur japim kronikën e zezë. Mund të themi që po shtohet dhuna në mënyrë reale apo ajo po ekspozohet edhe më shumë në media? Të dyja bashkë. Të dyja bashkë, dhe nëse ajo është duke u pompuar shumë në media është sepse ka ndodhur, por dhe nga ana tjetër është që diskutohet që kronika e zezë përbën gjithmonë lajme dhe shumë media mund ta përdorin edhe për rritje të shikueshmërisë, ashtu siç ndodh në të vërtetë. Ne ju referuam ngjarjes së rëndë me të miturin në qytetin e Durrësit, kemi prindrit e një të miturin në qytetin e Korçës që reagonin për fëmijën e tyre të humbur po javën e shkuar, por kemi patur edhe vrasje të tjera që kanë trondituar edhe opinionin publik, siç ishte rasti më i fundit në qytetin e Elbasanit, shënjestra ishte një biznesmen i njohur atje. A na ekziston profili psikologjik i autorëve? Pra, t'i ndajmë krimin e të miturve dhe ato që ne quajmë një vrasje mafioze apo të organizuar, kemi ne në fund të këtyre ngjarjeve një profil psikologjik të autorëve? Ky profil nuk është unik, por ka disa karakteristika të përbashkëta në të gjithë rastet, si në të rastet e të miturve, por gjithashtu edhe në krimet e mirë organizuara, le të themi, kemi të bëjmë me një person që humbet kontrollin. Në rastin e të miturve humbet kontrollin. Nuk di të menaxhoj mirë emocionet nëse krimi ka ndodhur në një gjaknxetësi e sipër. Por nëse ai është i mirë menduar për të realizuar, pastaj hyn në skenë tipare të tjera, sepse edhe po kështu dhe do procedohet në varësi se si është shkryer krimi. Po adoleshentet njihen për temperamentin e tyre të hedhur, impulsiv, nuk din të kontrollojnë ashtu siç duhet emocionet e tyre, kanë frustracionin dhe stresin e jashtëzakonshëm e manifestojnë me simptoma të tilla që apo ankthin e manifestojnë duke bërë këto lloj reagimesh dhe duke çuar, duke precipituar konfliktet deri në vrasje ka raste. Sa ndikon familja, një debat familjar, një konflikt mes prindërish, një ambient jo komod për të rritur një fëmijë që fëmija nesër edhe të jetë edhe agresiv, edhe i dhunshëm jashtë banesës së tij? Jashtëzakonisht shumë. Familje që janë disfunksionale, që nuk janë të shëndetshme, favorizojnë individ që nesër pas nesër do kenë problematika në këtë drejtim, por gjithashtu. Nëse ne lejojmë si prindër që gjërat vogla që na ndodhin, konfliktet vogla që na ndodhin tek fëmijët tanë pa i adresuar që momentin e parë, po i lejmë të bëhen shumë më të mëdha dhe hajse nuk i ndodh kjo fëmijës tim, hajse nuk ka shanse se dardha në ndarë do bie. Dhe kemi dhe ato mënyra se si ne funksionojmë si në të menduarin e përgjithshëm si kom, dhe mund të ndodhi që ti e gjen veten para një fëmije që e ka bërë këtë gjë sepse nuk ka pasur një vesh të vëmendshëm në të dëgjuar, nuk ka pas një prind që të ndjej të ketë një komunikim të hapur dhe pa paragjykim, sepse që unë si fëmijë të hapem ty si prind, mua duhet mashtrosh terrenin që unë të kem mundësi që të them që jam bullizuar. Nuk flasin fëmijët apo prindrit nuk ngulmojnë shumë që të flasin për çdo lloj probleme dhe për çdo detaj me fëmijët e tyre? Fëmijët nuk flasin sepse nuk e gjejnë dot terrenin. Nëse
një prind, sipas paktën studimeve, referuar studimeve, kalon 30 minuta në ditë kohë cilësore me fëmijën e vet, e ka kryer detyrën si prind. Por ne shumë herë pandi i qasemi prindërimit vetëm duke I dhënë, le të themi, ushqim dhe veshmbathje dhe siguri një çatim mbi kokë dhe fëmia ka gjithçka. Po të prindërosh në ditët e sotme është e vështirë dhe kërkon vërtet shumë punë. Ndërkohë, vrasjet ne na kanë ndodhur edhe brenda familjes. Brenda familjes çfarë po ndodh? Kemi një rast të javme përpara në qytetin e Durrësit kur djali I kthyer nga jashtë vrau babain me thikën e bukës, pra ishin në tryezën e ulur për të drekuar së bashku. Në familje pse po na shtohet konflikti, dhuna edhe vrasja? Sepse kemi natë të prapambetura, konflikte të pazgjidhura nga e shkuar dhe shpesh herë unë edhe në terapi e krahasoj zemërimin e individit me një tenxhere me presion që ti për shkak të mungesës kohës apo 1 milion arsyeve ti e represon ankthin tënd, ti e represon zemërimin tënd dhe vjen një moment krejt I thjesht, je krejtësisht duke darkuar me familjen tënde dhe konflikti precipiton në masë shumë të madhe që nuk ishte normale për një fjalë për shembull shumë të thjeshtë që u tha në ato tryezë. Po në fakt janë gjëra që lidhen me të shkuarën, të cilat I ka mbajtur personi, është frustruar psikologjikisht dhe I ka nxjerr ashtu siç I ka nxjerr fatkeqësisht në mënyrën më të keqe të mundshme rasti I Durrësit. Çfarë ndodh në ato pak sekonda, se nuk janë minuta, janë sekonda kur gjaknxetësi e sipër, tonet larta, sherr dhe ndodh akti I vrasjes. Pra, është çështje sekondash apo jo? Është çështje sekondash, humbet kontrollin, empatia është zero dhe do vetëm që të vendosësh, le të themi, në baraspesh atë gjën që është krijuar, pra le të themi padrejtësinë që ty të është krijuar, për t'i dhënë drejtim me këtë vrasje, sepse personi e shikon si ekuivalente në ato momente ku arsyeja është në zero. Kemi shenja paralajmëruese të një personi që mund të kryejë një akt vrasje, qof një mitur, qof një I rritur, në familje, jashtë familje. Persona të cilët janë përgjithsisht konfliktual, që I ke vënë në re gjatë gjithë kohës që kanë këtë mungesën e vetë kontrollit edhe për çdo debat precipiton në një konflikt agresiv. Këto janë persona, kjo është shenja e parë që ti mund të mendosh që ky person e ka të gjithë potencialin e duhur për të adresuar çështjen në terma maksimale siç është mund të shkojmë deri në vrasje. Po sa njohim ne këtë situatë, këtë shenjë paralajmëruese brenda në familje, e njohim pak kam përshtypjen. E njohim shumë pak dhe edhe në shoqëri, jo vetëm në familje. Edhe në shoqëri dhe më vjen mirë që ju keni krijuar si televizion këtë lloj dritare dhe këtë lloj mundësie që të bëjmë një ndërgjegjësim kolektiv të gjithë shoqërisë që të jenë të kujdesshëm sepse gjithmonë flamujt e kuq, pra ato që na paralajmëron ne që do kemi një rrezik janë aty dhe komplet instancat siç janë në shoqëri, shkolla, psikologu në qendrën komunitare, vendosja e një kurrikule në shkolla siç kemi matematikën, fizikën, pse mos kemi neve një kurrikul që I mëson fëmijës, adoleshentin se si të përballet me një konflikt, se si të adresojë atë siç duhet dhe jo me dhunë. Dhe ne vim pasaj tek pyetja që ja bëjmë gjithmonë vetes që pse dështojmë si familje, pse dështojmë si shoqëri në raste të tilla apo jo? Po patjetër. Dhe padia, mospasja e informacionit apo edhe nuhatja, le të themi? Edhe nuhatja, domethënë prindër që mendojnë që kryejnë detyrën e tyre si prindër, thjesht duke I sjell ushqim në tavolinë edhe duke I siguruar një çatim mbi kokë dhe veshmbathje dhe këtu mbaron detyra. Ndërkohë që në një bisedë me një mikeshën time, se është me interes që ta ndaj, kam pyetur, ka hecur në fushën e IT-s në Francë, në Paris, edhe kam pyetur çfarë stil prindërimi ka pasur babai me nënën tënde në mënyrë të tillë që ti e bër kaq e zonja. Edhe më ka thënë Jonida, ato kanë qenë të vëmendshëm në çdo hap timin dhe nuk I referoj vetëm shoqërimit në përkurset jashtëshkollore, por kanë qenë të vëmendshëm, sy I vëmendshëm dhe vesh I vëmendshëm në të dëgjuar. Dhe ky person është një person që ka ecur shumë në fushën e IT-s edhe është shembull për ta theksuar siç e theksuam. Por si duhet të reagoj familja kur shikon dikë që e jep një shenjë, pra nga këto që ju po thoni është një paralajmërim?
të filloj komunikimin, mos të filloj paragjykimin që qa po ndodh me fëmijën tim, pse e bëri fëmija im këtë gjë, pse e pati atë konflikt, por ta kuptoj që kemi një indicje, kemi një zanafil të situatës dhe ta kapi situatën që në këtë stad të flasi, të komunikoj, të japi këshilla dhe të qëndroj i gatshëm për të parë nëse do kemi precipitim të rasteve dhe më pas duhet patjetër të flasim me një profesionist të shëndetit mendor, fillimisht me psikologun e shkollës, mësuesen kujdestare, drejtoreshën e shkollës, oficerin e sigurisë. Pra duhet të funksionojë çdo instancë, edhe kur them të funksionojë mos të kemi rekrutime me militant, po të kemi rekrutime pandi me profesionistë që vërtet kanë pasion për punën e tyre, se vetëm këto individ mund ta bëjnë këtë lloj vendi. Vetëm këto individ mund të lëjnë gjurmë të mira dhe mund ta bëjnë këtë shoqëri të jetë ndryshe. Ne e vazhdojmë ta kemi tabun ende për psikologun, për të komunikuar, për të folur, për t'i treguar një gjë që nuk shkon me veten kur flas në tërësi si shoqëri, jo vetëm tek fëmijët që ata edhe për moshën mund të kuptohen që pse mund ta kenë ngërçin, frikën për të folur me psikologun, po si shoqëri kemi bërë përpara në këtë drejtim? Kemi bërë përpara. Realisht paktën në këtë dekadën e fundit unë shoh një rritje të numrit të klientëve që vinë në zyrën time dhe janë të rinj që përgjithsisht kanë shenja ankthi dhe kur një individ i ri vjen me shenja ankthi ti kupton që ai ka pasiguri për të nesërmen, se nëse do kemi të bëjmë me një individ me depresion, atëherë jemi duke trajtuar gjëra që ai ka nga e shkuar atij, por nëse kemi individ të rinj që vinë me ankth, tregon pasiguri për të ardhmen dhe kam filluar edhe çuditshme është pandi që ka filluar edhe mosha e rritur e mesme dhe vonë që pavarësisht se ne psikologët mund të jemi më të rinë moshë se sa për shembull një gjyshja jon apo një mosha e nënës tonë, kanë filluar dhe janë të hapur për të ndarë gjërat të së shkuarës për të tashmes. Kjo është pozitive. Po, ka filluar të ndryshoj turpi për të trokitur në derën e psikologit. Mund të më përmendësh rastet më të shpeshta që trokasin te psikologu sot? Po, pandi. Të gjitha llojet e çrregullimeve të ankthit, përgjithsisht atake paniku, çrregullime obsesive kompulsive pak më pak, fobira, ndoshta fobi për të hyrë në avion, depresion, kemi dhe raste me depresion, pastaj janë çështjet e marrëdhënieve që këto janë jo vetëm vendin tonë, por në çdo vend botës. Patjetër. Na ndodh ne në shoqërinë shqiptare që dikush që shkon t'i tregoj psikologut një problematik të caktuar dhe nesër kur merr zgjidhje dhe thot unë shpëtova nga kjo çështje, ta tregoj si model apo e mban thjesht për vete? Çështjen e brendshme vet klienti? Po, të rasteve që mund ta shqetësoj dhe miqve, familjarëve, ti thotë shiko se unë e gjeta një problem, një zgjidhje për problemin tim. Po, ka raste kur edhe vet individi, për shembull, që ka gjetur zgjidhje për problemin psikologjik që ka pasur, e ka bërë për shembull transmetimin që gjose psikoterapia të ndihmon, unë e provova, ishte një qasje shumë pozitive, më ndryshoi, më elaboroi pjesën time të brendshme dhe vet bëhen, le të themi, model për që edhe të tjerët të ndjekin po të njëjtën rrugë dhe të marrin terapi dhe terapia pa diskutim që parandalon shumë problematika të tjera. Ne nisëm bisedën tek adoleshenti që humbi jetën një javë më parë për shkak të një konflikti të përsëritur, por mungesa e mbrojtjes e strukturave psikologjike a e vën shtetin ton me shpatulla pas muri dhe të mbaj përgjegjësi për mungesën e psikologëve jo vetëm në shkolla, se ne kemi fokusin tek shkollat, po psikologët nuk duhet të jenë vetëm tek shkollat, apo jo? Pa diskutim, roli i shtetit është vendimtar dhe është themelor në këtë gjë. Nëse ti ke humbje jete, patjetër që të shcënuar siguria, patjetër që je në një pozicion që ti duhet ta shpallësh shtetin një emergjencë kombëtare. Gjithë këto vrasje të fëmijëve duhen marr masa, janë marrë disa masa, siç ka qenë mbyllja e TikTokut që përsëri hapet me VPN dhe mënyra të tjera që zgjidhje nuk na pas ka qenë dhe TikToku që ne e mbyllëm, apo jo?
Po, dhe është një platformë që po të shohem dhe në rastin e Martinit dhe në rastin e Erionit, pra sheri ka arë si rezultat i një ngacmimi me bazë TikTok-un, pra një rrjet sociale, dhe kjo ndodh jo vetëm tek meshkujt, ma sa unë kam parë statistikat, kjo ndodh edhe mes vajzave, sherret të precipitojnë deri në dhunë fizike, sepse duan të kenë këtë qasjen që unë jam më e bukur se ty, unë jam më e mirë se ty, sepse rrjetet sociale ç'a bëjnë? Rrjetet sociale pompojnë idenë që të një bukurie të rrem, të një bukurie perfekte. Realitetit po ashtu të rrem. Një realitetit të rrem dhe një person që ndihet më inferior nga paraqitja më pak i pranueshëm nga ana fizike, pa diskutim që këtë lloj zemërimi mund ta manifestojë me simptoma të tilla që mund të jenë sharje, fyrje dhe pastaj precipitojnë deri në sherrje që ne i kemi hasur nëpër media. Nuk e di besoj keni dëgjuar edhe ju Australinë të para pak ditëve mori një vendim drastik për të mos lejuar adoleshentët nën 16 vjeç të jenë përdorues të rrjeteve sociale. Është momenti për të shkuar edhe këtu ku shkoi Australia? Po do ishte shumë mirë, po kjo varet nga politik bërësit tanë, kështu që kjo do ishte ide shumë e mirë, në fakt. Sepse besoj aty do tjetër një realitet alarmant që ka çuar qeverinë të shkojë drejt këtij vendimi, apo jo? Patjetër që po. Pse na janë shtuar rastet e vajzave, e përmendët ju pak më përpara, kemi parë video që janë bërë virale, sherri, gjua që ato përdorin, një gjuhë jemi dhe në televizion, duhet të tregojmë etik, përdorin zhargon më të rëndë se djemtë le temi. Po, shikon femra që kur ecin në rrugë ti çuditesh, janë vajza shkollë dhe flasin një gjuhë shumë të padëshirueshme. Ti çuditesh se këto janë ardhmja kombit. Kush do na drejtoj kombin? Këto individ do na drejtojnë? Dhe pikpyetjet janë të mëdha. Kur ne kemi një krizë, Jonit, psikologjike, emocionale, ndoshta e them krizë emocionale, si duhet të reagohet, le të themi, në atë rrethin ton të ngushtë? Krizë emocionale individuale, pra kemi një person që është duke kaluar këtë krizë, është familjar. Çfarë sugjeroni brenda rrethit të afërt, të shokëve, të klasës, të familjes, të njerëzve të familjes? Të sigurohet që të bashkëveprohet me të gjithë këto aktorë. Pra dhe nëse është një kushuri që po jep informacionin prindit, mos të merremi me pjesën anësore, po të merremi me thelbin, ku qëndron problemi dhe si mund t'i vim në ndihmë të gjithë duke bashkëpunuar, familjarët, mësuesja kujdestare, kushuriri që ndoshta mund të jetë një ndihmë dhe çdo kusht tjetër, psikologu shkollës të funksionojnë, të kemi komunikim. Me komunikim arrihet gjithçka. Ndërkohë, a funksionon terapia për parandalimin e akteve ekstreme? Funksionon. Patjetër se mitigon komplet pjesën e zemërimit, pjesën e ankthit dhe e bën klientin e vogël, pra fëmijën apo adoleshentin, të kuptoj që gjë nuk ke nevojë të shkosh deri në këtë pikë, derisa të humbasësh jetën dikujt tjetrit. Patjetër që terapia e bën të njohur edhe konsekuencat e çdo sjellje. Pra nëse ti vret dikë, minimalisht ti do burgosesh që nga mosha 14 vjeç e lart, ti ke, domethënë, të njëjtën përndjekje, domethënë dhe 25 vite burg mos gaboj, nuk e di se sa është dënimi maksimal 25 vite. Kështu që por nuk do të funksionojmë me pjesën, besoj unë, të trembjes për t'i treguar burgu, 25 vitet burga, apo se çdo të heqësh ti në vitet e riedukimit të një shkolle që ende unë nuk e di në këtë pjesë, nuk jam i sigurt se sa ndikon në riedukimin e një të mituri që në moshë të vogël përballet dhe ka nisur këtë lloj rruge, por për te i frikës, pra ku duhet të punojmë? Meqense po shkojmë në fund të bisedës, në lëkurën e një psikologe e të një nëne, mesazhin që ju jepni edhe familjarëve, por edhe të rinjve në përgjithësi. Po, pandi duhet të insistojnë prindrit që të krijojnë një marrëdhënie të mirë, të pa paragjykim, me një komunikim të hapur, të pranojnë fëmijën e tyre dhe nëse fëmija ka disa komplekse inferioriteti që mund të jenë shumë normale gjatë kohës adoleshencës, sepse ndodh moratoriumi dhe fëmijës i duhet i provojë të gjitha rolet që të marrë identitetin e atij roli që ka, pra qëndrimi sa më afër. Dhe nëse shikojnë shenja ankthi, mos të ndihen mos të kenë turp ta çojnë te një profesionist i shëndetit mendor, duke filluar nga psikologu shkollës dhe më pas psikologu shkollës e adreson te një psikolog klinike me radhë.
Mos kemi tabu në këtë drejtim. Ky është apeli. Mos kemi absolutisht tabu, sepse terapia është parandaluese. Unë uroj që çdo bisede jona që ne bëjmë, dhe në fakt mua vjen keq që na ndodh mbas të diskutojmë mbas rasteve të rënda, por duke shfrytzuar këto biseda, ata që na dëgjojnë, ata që na ndjekin, të jemi ndihmues sadopak gjithmonë me profesionistë si ju. Kështu që unë falenderoj shumë Jonit. Faleminderit shumë për ftesën gjithashtu. Ishte kënaqësi.